Moti keq me reshje shiu, të cilat u shoqëruan me ngrica, krijuan probleme në rrugën e Kombit, për shkak të prezencës së akullit, përgjatë segmentit Milot-Kalimash, u regjistruan 3 aksidente rrugore, ku janë përfshirë rreth 15 automjete, mes tyre një mikrobus me pasagjer dhe një autoambulancë e koncesionarit. Nga aksidentet u dëmtuan 6 persona, të cilët kanë marrë ndihmën e nevojshme mjekësore në spitalin e Rëshenit dhe fatmirësisht ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Njësia e autostradave po monitoron situatën dhe lëvizjen e mjeteve, duke u kërkuar drejtuesve të automjeteve që të jenë të pajisur me goma dimërore. Ndërkohë, firmat mirëmbajtëse janë vënë në lëvizje për hedhjen e kripës në rrugë, me qëllim përmirësimin e kushteve të qarkullimit dhe shmangjen e aksidenteve. Megjithse ulja e temperaturave ishte paralajmëruar, ka munguar ndërhyrja në kohë për hedhjen e kripës në rrugë, e po ashtu shumë drejtues mjetesh nuk i kanë marrë masat e nevojshme dhe janë gjetur të papërgatitur.